أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Falënderimi takon Allahu dhul Jalal, atë falenderojmë, atë lavdërojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Vetëm atë adhurojmë, ndërsa salavatet dhe përshëndetjet më të ngrohta, më të mira qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi mbar ata të cilët e ndjekin dhe e trasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pikë së parë ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum. Gjithashtu ju përsolli përshëndetjen nga kryeimami dhe nga kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, duke dëshiruar juve inshallah agjerim të lehtë, adhurime të pranuara dhe lutje të pranuara tek Allahu dhul Jalal. Tani të gjithë e dim se ditët e muajit të Ramazan po na shkojnë, mirë po edhe një pjesë nga jeta jonë është të shku. Këto ditët e Ramazanit nuk kthehen të vitit 2026. Edhe me dashmi këto ditët nuk kthehen. Mirë po për ne, muaji Ramazanit ishte një dhunti, një begati. Në qoftë se shikojmë këtë muaj, këtë e dim se është muaj mëshirës, apo? Allahun Gjelle Gjelaluhu shumë na mëshiron neve, shumë na don. Një prej cilësive që ka Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë dynja për të gjithë krijesat është Ar-Rahman, që do të thotë mëshirues për të gjitha krijesat. Qoftë jetë ai njeri besimtar apo jo besimtar, Allahu Gjelle Gjelaluhu me mëshirën e tij e mëshiron, ja jep furnizim, kujdeset për të. Përsa ka edhe një mëshirë tjetër që është ajo mëshira e veçantë vetëm për besimtarët në ditën e gjykimit, që është Ar-Rahim, që do thotë mëshirbërës vetëm për besimtarët, vetëm për ata të cilët janë përkushtuar ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe kanë adhuruar Allahun Gjelle Gjelaluhu me sinqeritet të plotë. Prandaj muaji i Ramazanit, që është muaji i mëshirës, Allahu Gjelle Gjelaluhu na mëshiron neve me shufishimin e shpërblimeve. Allahu e don që robi i tij të afrohet ka xheneti. Allahu e don robin të afrohet ka xheneti, ka mëshira e tij. Në Ramazan Allahu Gjelle Gjelaluhu për me ja lehtësu robit, ja ka bërë që shpërblimet të shufishohen. Në qoftë se e fal një namaz që është farz, në këtë muaj e ka vlerën e 70 farzeve para ose pas Ramazanit. Nëse e kryejmë një namaz që është vullnetar, një namaz nafile, e ka vlerën e farzit. Prandaj jemi këto në mesin e muajit Ramazan, apo afrohemi në 10 ditëve të fundit të muajit Ramazan, që është kajmaki maza e Ramazanit. Lezeti më i madh është në këtë 10 e fundit të muajit Ramazan. E prej nesh ka kërkohet? Prej nesh kërkohet që këto ditë që ne kanë mbetë nga muaji Ramazanit, të shfrytëzojmë në mënyrë maksimale, duke adhuruar Allahun Gjelle Gjelaluhu, me një përkushtim të plot, me sinqeritet, ta kujtojmë Allahun, të bëjmë dhikr, ta lexojmë fjalën Allahun Gjelle Gjelaluhu, të japim sadaka lëmosh. Sadakaja lëmosha që jepet në Ramazan është ndryshe. Është ndryshe, sevapin e ka ndryshe. Ne kemi thënë se Allahu është i mëshirshëm me ne në muajin Ramazanit, kur po agjerojmë ne, po na jep një shpërblim që e din vetëm Allahu pa kufi. Nuk na ka caktuar një numër se Allahu është bujar xhymer. Nuk ka dikush më bujar se Allahu dhul Jalal. Ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, nuk ka dikush më bujar se Allahu. Nëpërmjet agjerimit Allahu po na shpërblen me një shpërblim të madh, në anën tjetër plus si mëshirë për ne, po na i fal gjunahet. Po na i fal gjunahet. Edhe anën tjetër nëpërmjet agjerimit që bëjmë ne, çka pastrohet shpirti janë. Për ne është një farë lloj udhëzimi, uzohemi, forcohemi, i ndriçim raportet e tona me Allahun dhul Jalal. Prandaj, tani që jemi në 10 e fundit, thot pejgamberi alayhis salam, men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ai i cili këto 10 ditët e muajit Ramazan, apo muajin e Ramazanit, e ngrit ose
me falje. E kryen me falje, duke bërë ibadet Allahun me besim dhe duke shpresuar shpërblimin tek Allahu xhelle xhelaluhu, i shlyhen të gjitha gjunahet e mëparshme. Na jemi njerëz gabojmë. Mirë po Allahu neve na don. Çdo njeri gabon. Nuk ka njeri në këtë dynja që nuk gabon dhe nuk ka tmeta. Pa tmeta është i vetmi Allahu dhul xhelal. Ai nuk ka tmeta. Allahu nuk ka tmeta. Mirë po pejgamberi alayhis salam që ka thënë, çdo njeri është khata, çdo i biri Ademit është khata, gabimtar. Më i miri prej tyre është ai i cili bën tauba, kërkon falje tek Allahu. Khairul khata'in at-tawwabun. Më i miri prej gabimtarëve është ai njeri i cili kërkon falje. Kur ne kërkojmë falje, Allahu gëzohet me ne. Kur bëjmë tauba sinqerisht, që është një alternativë për ne muaj Ramazanit, që të pendohem, që na ndihmon, që na motivon është muaj Ramazanit. Pse? Djajt të turbuar janë të lidhur, të prangosur, apo? Epshi zbehet, egoja jonë zbehet. Në qoftë se je gjendje për shembull me braktis ushqimin, pijen tënde dhe ushqimin tënd, prej mëngjesi, prej imsakit deri në mbrëmje, edhe veset e këqija janë gjendje me i braktis. Dorsa Ramazan nuk e përdor alkoolin dhe pas Ramazanit mundesh me vazhdu që mos me përdor alkoolin. E veset e këqija që i ki. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu shpëtimin ton në ka cilësuar me një ajet kuranon, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai njeri i cili e pastron nefsin e vet, shpirtin e vet, ndërsa ka dështuar ai i cili njollos e ndot nefsin e vet. Çish e pastron njeriu? Duke adhuruar Allahun xhelle xhelaluhu, duke kërkuar falje prej tij. Shpirti, ushqimi i shpirtit është ibadeti. Shpirti pastrohet me istighfar, duke kërkuar falje për Allahun xhelle xhelaluhu. Pasi që gjendemi këto në 10 e fundit e kemi natën e Kadrit. Një adhurim që e kryen në natën e Kadrit si ka vlerën për sa 83 vjet me e kryer atë adhurim. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, thot Allahu në Kur'an në surën Qadr, nata e Kadrit e ka vlerën më mirë se 1000 muaj. Prandaj ajo që kërkohet është edhe sadakaja në këto netet e fundit që është sadakatul fitri. Pejgamberi alayhis salam që sadakatul fitr na ka bërë për ne pastrim, që agjëruesi të pastrohet prej gabimeve që vën brenda ditës kur është i agjërueshëm. Edhe si ndihmë për nevojtarët, për fukarat që edhe ata të gëzohen në ditën e Bajramit, kanë në sofrat e tyre çka për të ngrënë dhe çka për të pirë. Prandaj të mundohemi ta shfrytëzojmë në mënyrë maksimale këto që na kanë bërë nga muaji Ramazani, se nuk na dihet jetës. Plot prej atyre që kanë qenë para një viti që kanë mëri muajin e Ramazanit tani nuk janë. Edhe ne a kemi ymër, inshallah Allah na mëson që me